A je praktikuesi fes? Nuk praktikoj, besoj shumë në Zot. Do më thonë besoj shumë në Zot. Unë mendoj që nëse qohesh mëngjes edhe thu Zot faleminderit, edhe në mbrëmje thu Zot prap faleminderit, e falenderoj për të mirat, për shëndetin, për krejt. Unë mendoj që mjafton kogja shumë kur ti thu Zot faleminderit. Beson në Zot edhe unë jam flutura unë jam saberlir që thujmë. Abde nuk i marr sa në domethënë unë më me ballë ndeshje edhe kur kushtjere nuk më sheh. Lumë si ti, ku me marrë me pas sabër, krejt që ka na duhet, durimi. Unë jam shumë saberlir se ti qysh mendoj që gjithçka është Zoti ka shkruar edhe në rregullim. Adnani sa po e kuptoj, po jetoj ka me amor fati prej Nietzsches. Ajo çka është të shkrume, çfarë do, patritësi, po mendoj tash mos çka do. Gjithçka nuk është të shkrume, po mendoj që nëse sot e kemi një problem nuk kena me pas sot një vjet, apo kupton, domethënë është kaluese dhe nuk jeta është shumë shkurt, nuk ka reprizë, kështu që unë kam qef shumë u kënaq me kesh, me njerëzit që i du, mas ne i kam disa kufi me ata që i thras telefon i du ma shumë, po nuk e kam problem mu taku me këndo qofte, gjaj muhabetin, dash qofti më shumë, fëmijë, femën, gru, plak, ka muhabet për gjitha, për shkët e shpia. O dhe se shem të punë shtona, apide. Qua se shpia Natural 100% sigur ndikoj diçka të Adnani. E se shpia. Lutra, e thash edhe në hyrje, jemi dy prej artistëve që prej shumë vitësh njeni, po i kthejmë pas në ko. Kujtoni takimin e parë, si jeni njohur, si ka ndodhë bashkëpunimi mes juve të dyve? Ka qenë projekti Prall me Tupan, që njihet botresht që aty jemi njoftu, edhe nuk e maj sakt momentin e parë në men kur jom shku në Prall, Adnani ka qenë kur unë e kom shku, veç e maj në men që nëse unë e kom shku në prova me shumë disponim edhe vullnet, ka qenë i vetmi person aty Adnan Blaku. Jo veç për mu, po për krejt ekipën, ka qenë njeri ma pozitiv, aktori ma pozitiv, atëherë, tu e pas parasysh që kemi qenë shumë të rinë mosh, edhe që kushtet kanë qenë pak më të vështira. Pak më të vështira? Pak si shumë të